أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرهم فلندهم وتم بريتيه كركوب Paqja dhe bekimi Allahu qofshin për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu të jemi falendërues që na ka udhëzuar në Islam. Atij takon falënderimi dhe çdo merit që na ka mundsuar të kuptojmë këtë din. Në ka mundësu të kuptojmë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në ka udhëzuar pra në këtë sunnet, në këtë rrugë të lavdishme. Dhe atij lutemi që të na mundsoj të shohim të vërtetën, mos si të vërtetë dhe ta ndjekim atë. Dhe ta shohim devijimin, mos si devijim dhe t'i largohemi atij. Të dashur vëllezër, jemi duke folur për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi arrit deri tek ngjarjet pas luftës së Hunenit dhe luftës së Taifit, pra ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me datën 5 të muajit Dhul-Qa'da kthehet prej betejës së Taifit, do thot atëfar rrethim që ja bënën kështjellës së Taifit, dhe Allahu fuqiplot ja u çojnë një lloj lajmi nëpërmjet ëndrrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos të vazhdojmë matutje me rrethimin dhe të kthehen, sepse ajo kështjellë nuk do të hapet do thot gjatë kësaj kohe. Dhe kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Taifit dhe shkon në vendin e quajtur Ji'rana. E kjo është, do thot, një far vendi, një far lugine, ndoshta në periferi jashtë Mekës, dhe aty qëndroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 13 ditë, duke pritur që mos po vjen fisi Hawazin, me të cilët pa luftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Hunain, mos ndoshta po vinte pejgamberi alayhis salam të si musliman dhe me shpresë që me u kthy atë plaçkën e luftës hala pa shpërnda. Sepse pasi të shpërndahet, pastaj është, do thot, më vështirë. E prisë që mos po vinë që me u dhën plaçkën e luftës hala pa e shpërnda. Mirë po, edhe pse priti 13 ditë, ata nuk u kthyn. E kjo është koxha një far mësimi për personalitetin e muslimanit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam priti aq gjatë për armikun e tij që të kthehet. Edhe me ja kthy plaçkën që ja kanë marrë me luftë. Mirë po, ata nuk erdhen, dhe kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori që me nda plaçkën e luftës në mesin e muslimanëve. Dhe gjatë kësaj ndarjes ndodhen disa ngjarje shumë interesante dhe ngjarje, do thot, mësimdhënëse, ngjarje të mëdha, që janë mësime kyç për muslimanët dhe në parime bazë për muslimanët. Aty ndodhi diçka interesant gjatë ndarjes së plaçkës, që nuk ishte interesant, do thot, ishte interesant madje edhe për muslimanë që morën pjesë aty. Madje edhe për disa prej banorëve të Medinës, se çka bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur filloi me nda plaçkën, edhe kemi përmend, do thotë që aty u nxon një plaçkë e madhe shumë.
Dhe kur filloi me nda plaçkën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas pari filloi me u dhën zotrive Kurejsh. Do thot atyve zotrive të familjeve të Kurejshve. Dhe në mesin e këtyre zotrive ish Abu Bakr, Abu Sufjan ibn Harb. Abu Sufjan ibn Harb, i cili deri vonë ka qenë armik i muslimanëve dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai jep Abu Sufjan ibn Harbit 100 deve, që ish një pasuri kogja e majm. Do thot tash me llogarit me çmimin tash i bën diku rreth 300.000 euro, prafërsisht. Ja jep do thot Abu Sufjan ibn Harbit 100 deve. Pasti ja jep Abu Sufjan ibn Harithit, djali Taxhës vet. Ai ka qenë do thot pe njerëzve me pozitë dhe me nam në mesin e banorëve të Mekës. Edhe ati ja jep 100 deve. Pastaj Al-Aqra ibn Habis at-Tamimit, edhe ati ja jep 100 deve. Pastaj Uyayna ibn Hisn al-Fazari, edhe ati ja jep 100 deve. Do të llogaritën tash këta çfarë pasurie po bëjnë. Do të thonë milionë pe kalojnë me parët, me vlerën çka e parën e sot që përdorim. Pastaj Alqama ibn Ulathata, edhe ati ja dha 100 deve. Kur erte Al-Abbas ibn Mirdas, një pra ky ka qenë pej parive të Mekës, ati i dha më pak. Dhe ai reagoi. Al-Abbas ibn Mirdas reagoi jo për faktin se kish lakmi, mirë për një qëllim tjetër. Dhe cili është qëllimi i tij na bën të qartë poezia që thuri si formë reagimi. Dhe tha taj'alu nahbi wa nahba al-ubayd bayna Uyaynata wal Aqra'i fama kana badrun wala habisun yafuqan Mirdas fi majma'i وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي. Do të thuri një poezi për mja pëlqu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atfar ankesën e tij. Poezia e kish këtë kuptim. A plaçkën time dhe të Ubejdit e le më pak se Takras dhe Ujaynit, nuk kanë qenë Bedri e as Habisi më të ngritun në shoqëri se Mirdasi, as unë më pak burë se këta s'kam qenë, kë e ullë sot nuk e merë më dhenë. Dhe thot, ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që qysh për bën plaçkën teme dhe të Ubejdit, Ubejdi ishaj, do thot, kali që e kish trashëgu pej babës vet. Dhe tha plaçkën teme dhe të Ubejdit po na le mangu, në krahasim me plaçkën e Ujaynës edhe Al-Aqra. Do thot këta dy persona tjerë, Uyayna ibn Hisn edhe Al-Aqra ibn Habis. Dhe po vazhdojnë po thot baba i Aqra së Ujaynës, do thënë Bedre dhe Habisi, nuk janë kon shoqëri diçka më të ngritun se baba jam Mirdasi. Vazhdimisht janë kon në një rang. Po ashtu edhe në gjeneratën tem po thot unë nuk kam qenë diçka më i ulët se këta në shoqëri. Jemi kon në rangun e njëjtë. Mirë po në fund po tregon atfar brengën e tij ku e kish. Jo lakmia. Po tha kën e ul ti sot. Nuk merr më ai fam, nuk ngritet më. Do thotë e kish atfar brengën e tij të krenarisë së xahilietit që kanë pas arabët, do thotë nëse pejgamberi i Allahut sot këtij pijep më pak, ka mu trashëgu dohen për gjatë historisë gjithë dhe kanë me përmend njerëzit që familjes tuaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë më pak. Këtyne janë 100, këtyne janë 100, këtyne janë 100, juve më pak. Do thotë s'ju ka vlerësu juve çaq. Ai ka pas ç't breng edhe ka reaguar ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ndarja që ka bëu pejgamberi alaihi salam, që aty nuk ka dhënë më shumë, këtij më pak, ajo ka pas një qëllim, një urtësi. Mirë po, ky nuk e ka kuptuar. Dhe ajo far krenaria e xahilietit e ka shtyt me bë një reagim të tillë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shtyhet me ta që për këtë arsye, po thjesht ja plotson pjesën tjetër edhe këtë ja bën 100 deve. Pastaj
aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat edhe sahabijun Hakim ibn Hizam. Ky domethënë ish pej muslimanëve të donë që ishin bo musliman frik. Dhe ja jep Hakim ibn Hizamit 100 deve. Edhe shkon Hakimi për zdyti i kërkon. A pejgamberi ja jep 100 tjera. Shkon i kërkon për streti. Edhe 100 tjera ja jep. Dhe 3 herë kanë 100. Pra me shifrat e sodit e arrin 1 milionëshin. Dhe e arrin milionëshin. Dhe pasi që shkon herën e tretë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pse i jep, tash ja jep një këshill. Ja jep një këshill. Edhe i thot ja Hakim, inna hadha al-mala khadrun hulu. Manë mend do thot këtë këshillën që ja ka dhënë Hakimit. I thot o Hakim, dije që kjo pasuri është e ëmbël edhe e njom tërhetse. Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Ai i cili e merr pasurin duke mos u dhënë pasaj, po ja ofrojnë të tjerë, duke qenë do thot duke ruajt atë krenarin islame, duke mos e përul veten e tij, thot Allah azza wa jall e begaton edhe i jep bereqet në atë pasuri. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ndërsa ai i cili e merr pasurin duke me kërkesën e tij, duke lyp, duke ngajt pas saj, duke u interesu pas saj, thot ati nuk i jepet bereqetin atë pasuri. Qysh manifestohet kjo mungesë e bereqetit? Thot wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Dhe vjen domethënë në atë gjendjen sikur personi që han por nuk ngopet. Që kjo është mungesa e bereqetit. Han por nuk ngopet. Ki pasuri a mos të kryen punë. Do thot ai që han çka ka ushqim në barkun e tij. Mirë po ai ka kry punë që ai ushqimi i shumt që ka hangër, si ka kry punë. Halas ngop. Edhe pasuria do thot e cila ka bereqet. Edhe pse është e pakt, ajo i kryen punë njerit. I kryen punë. Ndërsa pasuria që s'ka bereqet, mundet me qenë e madhe shumë, në sasi të madhe shumë, a mos si kryen punë njerit. Thot wal yadul ulya khairun min al yadi sufla. Edhe dora e sipërme është më mirë se dora e poshtme. Do thot ajo dora që jep është më mirë se dora që shtrihet për me marr. Pra, ja dha këto këshilla Hakim ibn Hizamit që është koqa një farë këshilla për çdo musliman deri në ditën e Kiametit. Se çush duhet me pas qëndrimin karshi dunjas. Nuk duhet njeriu me vrapu pas pasurisë. Po i merr sebepet që ato që Allah azza wa jall ja ka leju, sebepet e mundshme, dhe pastaj e pret rrezikun sa ja çon Allah azza wa jall. E kjo i jep bereqet. Ndërsa ai i cili nuk qyr çka po bën, po veç vrapon pas pasurisë, a shkel në harame, a shkel në gjana të palejueshme, a sakrifikon fen për atë pasuri, çka bën nuk e kqyr. Veç me vrapu pas pasurisë, qysh me zon sa më shumë, ati pastaj hub bereqeti. Dhe dora do thot ai që jep, sado qoftë që jep, gjithmonë është më i mirë se sa ai që merr. Ama çka kanë bë, do thot ummeti i bidatit sufit, te që ky hadith kanë shkuar kanë keq interpretuar këtë hadith e kanë thënë këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fjalën që dora e sipërme është më mirë se dora e poshtme. Do thot kur jep dikush ti sadaka çka bën, ti zgat parët. Ti tani çka i merr. Do të ti e dora e sipërme, ai që pi merr. Kurse ai që po ti jep është dora e poshtme. Pse kanë keq interpretuar kështu sufit? Sepse ata kanë parim do thotë që mos me lyp rrezikun. Edhe veç me ju lyp njerëzve. Kush ti jep ata më marr. Ama muçu me punu me lyp rrezikun? Ja, so no, do thotë
Nëse po shtrojmë veten me ngojt mas dynjas, kjo është devijimi tënve, është gabim, sepse shariati na urdhëron që me i marrë sebepet, pastaj me u mbështet Allahut Azza wa Jall. Ndërsa këta bëjnë të kundërtën, nuk i marrin sebepet hiç, e thonë pi mbështetëm Allahut fuqiplot. Ajo pastaj bën ndesh me mbështetjen. Sepse mbështetja vjen atëherë kur i merr njeriu sebepet çështë ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall. Ama për mja përshtat asaj kajtës tënve që kanë menhexhin e tënve të prisht, tani e kanë keq interpretu hadithin. Sikurse që shbojnë do në gjitha grupet e bidatit, që argumentet shumë të qarta shkojnë i keq interpretojnë për me jau turbullu njerëzve mendjen. Kurse po shihet, do thotë duket shumë qartë çka ka desh me thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu. Se ka thënë Hakimit, mos hajde me lyp. Mos hajde me lyp, se çaj që lyp është dora poshtme, ajo është ma e nënçmuar se sa dora e epërme e cila jep. Pra ja ka dhënë një këshill që mësohu me dhënë, e jo gjithë me lyp. Edhe kjo këshill i la do thotë mbresa shumë Hakimit radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe nuk pati nevojë shumë me zgjat meditimin me amush menën vetit, po men njëherë ju mush mendja. Men njëherë shtypi kajtën e ti edhe tha ja Rasulallah, walladhi ba'athaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya. O i dërguar i Allahut, pasha ato që të ka dërguar ty me të vërtetën, tha kur s'ka më shku më dikuna me i lyp pe pasurisë ti, deri sa të shkëputën pe kësaj dunjaje. E pastaj këtë ka marrë Hakimi ibn Hizami. Jo që nuk ka shku me i lyp dikuna pe pasurisë ti personale. Mirë po edhe kur khalifët mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri dhe Omeri, kanë desht me i dhënë prej do thot arkës shtetërore që e kanë marrë si plaçk në përvende ku i kanë shliru, nuk i ka pranu Hakimi ibn Hizami. Deri në atë pikë që Omeri ka ra me një pozitë shumë të palakmueshme, u detyru me ju thonë muslimanve, inni ushhidukum ma'shara al-muslimin anni a'ridu alayhi haqqahu min hadha al-fay fa ya'ba an ya'khudhakum. O ju musliman, jini dëshmitar që unë Hakimi ibn Hizamit për ja ofroj pasurinë që i takon nga plaçka. Ama i po nuk po pranon, pra po refuzon me e marr. Ka desh mi marrë muslimant që e kanë prezent si dëshmitar që para Allahut Azza wa Jall mos mi met haki me thonë Allahu fuqiplot pse ti si ke dhënë Hakimi ibn Hizamit. Unë që e Arab ku i kom dëshmitar i kom ofru, po s'ka desh. Nësa në anën tjetër, Hakimi ibn Hizami ka desh me e majt qatë betim që e ka dhënë atë ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos me marë asë njëherë në këtë formë pasuri njërë të letë, sa e so që s'ka punu, ka jetu i varfër e tjera, ka punu. Mirë po, nuk ka shku me marë pasurin njërë të letë, që pasaj me e keq eduku nefsin e ti. Edhe me akojt nefsit dhe thët, pa bo kur gjo, vesh me arë pasuria, me prit kokër shpines, edhe kur gjo mës me bo. Dhe kjo ka qenë një prej ngjarjeve interesante në ditën e Hunenit, e cila përmban pramësime për musliman. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha edhe Safwan ibn Umayys. Safwan ibn Umayys ja dha 100 deve. Edhe ati do thot ja dha 100 deve. Pas 100 deveve ja dha edhe 100 të tjera. Pas 100 deveve ja dha edhe 100 të tjera, apo këti pa i lyp. Do thot ky nuk i lypi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po pejgamberi alayhis salam i dha vet këtij. Pse? Sepse ky e bani do thot një vepër, e kena përmend më herët, e bani një vepër fisnike qysh para luftës së Hunenit. E përmend do thot që Safwan ibn Umayya ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato farmjetet e luftës. Në pasmore, mburoja, shpata tjerë që përgatit të shtrin. Po ja, pejgamberi alayhis salam ja lypi në formë të huas, që mas luftës me ja kthy. Kështu tash këto deve që po ja jep, nuk po ja jep si pagesë asaj çka i ka dhënë më herët. Mirë po, nga bujaria e tij.
Tregon vetë Safwani, thot أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إلي. Thot në ditën e Hunenit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa dhënë pasuni. Edhe pse ka qenë njeriu më i urryer tek unë. Sa lau kon mushrik atë ditë Safwan ibn Umayya. Ama thot vazhdoi ti më dhën derisa thot u bë më i dashur tek unë. Pra, shariati e ka përcaktuar, do thot si te çështja e zakatit, ashtu edhe te çështja e shpërndarjes së plaçkës së luftës, ja ka dhënë drejtën prisit musliman me i da në formën qysh ai e sheh të arsyeshme. Në mesin e kategorive si te zakati, si këtu, është aty që don me u përfitu zemrat. Dhe ka dikuna që kjo do më thënë i dhez. I foli shka do nuk i dhez. Ama që kjo i dhez. E sheh do më thënë ti pijep. Dhe i bjen në mend që çka është kjo bujari kështu. Pse ky po m'jep? Pse s'po tutet? Do thot, pse s'po tutet në atë aspektin që pi harxhohen parë. Çka është kjo bujari kështu? Edhe shtyn do thot njërin deri në pikën që me pranu islamin dhe me kuptu realitetin e fesë. Pastaj i dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Harith ibn Hishamit 100 deve, Suhejl ibn Amrit 100 deve, Huwaytib ibn Abdul Uzza 100 deve. Pas këtynve pastaj nisi sahabë, njerëzve tjerë, domethënë të Mekës, më dhën deve ka 50, ka 40, ka 40, secilit njëri ti 50, ti 40, ti kështu, do derisa e ndau pasurinë çka e kish marr plaç. Erdhi puna do deri në atë pikë që njerëzit kur e pan që po jep shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja nisën në kemi përmend ushtria që mori pjesë në betejën e Hunenit ish numër i madh. O ja nisën një lytën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bjerë mu, derisa ty u tërhek mbrapa pejgamberi alaihi salam. Zateti shpina me një pem që ish aty afër, edhe ju kap ajo far ridaja ose gjybja diku për një dege, pa që njerëzit si janë kanalen, pastaj i stopoi dhe i tha a'tuni ridai, ma jepni tha këtë far gjybën teme ta veshi. Falau kana adadu hadhihi al-idahi na'aman laqasamtuhu bainakum. Tha bëmani gjybën. Pase edhe sikur sa ka që tu pem, do hënë aty kish si fa shkurre, pem të ndryshme, tha sa të ka që tu pem, sikur t'ishin këto do thot gjitha deve edhe dele, kreta kam ja u dhënë. Thumma la tajiduni bakhilan, wala kadhuban, wala jabanan. Edhe keni me pa që unë nuk jam as do shtrënguar, do thot koprac, e as gënjeshtar, e as frikacak. Pra, deshti fillimisht me i qëtësu njerëzit, që ka dalë më sugutni se çka të kam ju dhënë. Në kreta kam jargju. Deri sa ta kuptoni që nuk jam une, do thot, nuk kam interesat dunjas këtu. Nuk jam interesu minal këto për veti. Edhe kam ja u dëshmu, do thot që nuk jam koprac. E as gënjeshtar që do thot më premtu diçka pastaj mos më dhën. E as frikacak që më tu do thot hajt ti marrëm këto me veti në Medinë se tani na s'kene shka me bë atje. Edhe ish për çudi që këto çka ja u dha nuk i shtynin hise banorët e Medinës. Dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë aq shumë, saqë një beduini që kish ardhur aty, që kish marrë pjesë domethënë në Hunein, ja dha një grup dele, sa mushët do thot një livall. Një zot e di sa janë kon aty. Edhe ai merr këto dele, kthehet te populli i vet edhe i thot ej qaum aslimu,
o popull jam, bënu musliman. Fe wallahi inna Muhammeden la yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqr. Se pasha Allahun, Muhamedi po ipke sana, sikur se personi që nuk I tutet varfris. Dhe ish aq, sallallahu alaihi wasallam, ish aq bujar, sa që vllai s'kish frikë për varfris. Thot Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, thot, in kana ar-rajula la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Thot, kemi pas rastet njerëzve që janë bë musliman edhe qëllimi I tyre ka qenë dunjaja. E kanë pranuar islamin për interesat dunjas veç. Thot, fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha. Thot, posa u bohshin musliman nuk kaloj ke shumë kohë, vetë se u boke islami ma I dashur se komplet dunjaja që ka kanë ta. Do thot, për hyrje në islam, nuk I ka qitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kushte muslimanëve. Si ka thënë, që po dush me më bë muslimanët duhet kjo. Jo, si ka qitë kushte. Hyni në islam. E pasi kanë hyrë njerëzit në islam, ja u ka tregu dinin, ja u ka spjegu, ja u ka mësu. Edhe kanë ardhur vetë njerëzit pastaj deri te praktika e fesë dhe do të thotë dashuria e fesë. Kjo do më thënë është marrë shembull që njeriu nuk guxon me I vendos të tjerëve barriera që për me hyrë në islam. Po, çelësi I islamit është shahadeti. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Pastaj vin ato kushtet e tjera të islamit, të cilat shkojnë në mënyrë graduale, derisa të plotësohen sipas kushteve që njerëzit I përmbushin. Për shembull, ai që ka pasuri, ai duhet me dhënë zakatin. Ama nuk I thuhet si ti në islam, qyri ti si se jep zakatin dalësh prej dinit me njëherë. Jo, ai sa ka hyrë në islam. Do të një me marrë me të mirë. Mas pari mësohet namazi. E mëson namazin, se zakonisht njerëzit, domethënë gjithë ata që hynë në islam, I plotësojnë kushtet për namaz, I përmbushin kushtet për namaz, sepse namazi ka veç një kusht, me pas mend. Si të ka mend njeri, atëherë e ka përmbush kushtin që me fal namazin. Ndërsa ato shtylla tjera, ata kanë kushte ekstra. Pra zekati duhet me pas pasuri të caktuar, e cila qëndron një kohë caktuar. Pastaj agjerimi duhet me pas shëndetin e trupit. Pastaj e kemi do thot haxhin, I cili e ka edhe kushtin e pasurisë dhe shëndetit të trupit. Mi për namazi, veç mendjen si të ka njeri, e përmbush kushtin e praktikimit të tij. Pra, hynshin njerëzit në islam nga dëshira për pasuri, e masnej, sikurse që përmend Safwan ibn Umayyan, masnej tha, mu bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më I dashuri ndër njerëz. A ditë ndodhe një ngjarje tjetër. Erdhni, tregon Abu Musa Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, thot sa ishëm në Gjirana, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte të shpërnda, domethënë pasuri, vjen një beduin. A I thot, ala tunjiz li ma wa'adtani, a nuk për ma përmbush ato që ma ki premtua Muhammed, se zakonisht do thot, beduint kanë qenë mat egën në sjellje edhe mat pasjellshëm, mat pa edukat. Sepse nuk kanë njerëz shketinës, se kanë njoft vlerën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është ato do thot kur I kanë fol me shumë, jo pa teklif, po pa respekt. Ai ka thënë drejt për drejt. As për man fjalën që ma ke dhëna. Realisht kur e ti I fol, fillimisht këtë kërkesë s'ke nevojë m'ia bëj hiç. Sa ai tuk se të ka premtuar diçka ta jep vet. Pastaj as ju ka drejtuar ja Rasulullah, as kur gjë hiç, po veç drejt në kritik. E të shprehurit të tillë, domethënë ndaj njerëzve të tillë është pa edukat. E ata që bëjnë këtë janë, do thot, zakonisht njerëzit që s'kan dije, njerëz që janë larg mësimeve të fesë. Nëse ata që janë njerëz që kanë dije fetare, I ndjekin, do thot, derset e xhallarëve,
ata do të më qenë ndryshe me dietarët. E jo me qenë si beduin, por do të më qenë si sahabët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e dëgjoi kërkesën e tij, tha abshir. Abshir arabët e përdorin se u kry devek. Me përkthy bukfalisht i bjen përgëzohu, demek që mos tanin se ka më ta kry punën. Dhe ky ja kthen thot qad aktharta alayya min abshir. O be tha ma ki prun çtu me çto abshir. Po me çfarë sjellin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në çast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot ju kthye Abu Musa Ashariu të Bilalit, i cili të kish afër si në formë të zemëruar, dhe ju tha radd al-bushra faqbila antuma. Tha ky refuzoi, do thot myshdën, andaj tha merrni ju. Ose e qiti pejgamberi sa një myshde, se abshir e ka kuptimin myshde. E qiti një myshde, ai tha çtu ma ke pru me këta myshde çeçe. Kryma punën, s'po më vjen këtë fjalë kështu. Demek në çet aspekt. Dhe i tha që pranon e bile ju myshden. Dhe ata i thanë për pranojnë ja Rasulullah. Tash pa më ata tha kulturën e edukatën e sahabëve dhe edukatën e beduinëve. Ta i thanë me njëherë për pranojnë ja Rasulullah. Se e dishin kush është Rasulullah kur thot abshir. Dhe atë moment pejgamberi alayhis salam e mori do thot një një tas të madh dhe aty kish ujë, i lajti durt me atë tasin dhe e mori do ujë e ktheu apet në tas, domethënë pe gojës vet dhe i tha aty me merr në pinë çeta dhe la në fytyrën edhe do thot qafën e juj me ta dhe prit në myshdën. Pra e arritën atë bereqetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata e morën do thot çat tasin çka ja u dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ty desht me bë atë çka ju tha, e dëgjon niza pe mbrapa perdës ish Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, i tha afdila li ummikuma. Kadal tha lania pak e nanës tuaj. Se niti do thot që është fjala për një bereqet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ish gruaja e tij, megjithatë nuk e la shansen me ik, tha lania pak e nanës tuaj. Dhe ata ja dhan pastaj edhe Ummu Salamas radhiyallahu ta'ala anha. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zhvilloi një bisedë me Safwan ibn Umayyin, çati që e përmendëm se i dha 3 herë ka 100 deve, i tha o Safwan inna qad faqadna min adra'ika adra'an fa hal naghramu lak. Tha o Safwan, gjatë luftës i kena hub do parzmore tuat. Ndërmjet të luftës i kena hub, jo ndom tua tjera. Tha a don me ti shpagu ato. Ai tha ja Rasulullah, la, lianna fi qalbi al-yawma ma lam yakun yawma idh. Tha jo s'ka nevojë dërguari Allah. Tash pi drejtohet çka me ja Rasulullah. Tha s'ka nevojë o dërguari Allahut, tha se ato çka kam sot në zemër nuk kum pas atëherë në ditën don kur kena bë marrveshje. Atëherë nuk u kon musliman, u kon idhujtar. E tash ish bë musliman, edhe dashnin që e kish për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tash, do thot para ti ato pasoni u dokshin si çka më thën, si guralec të kësaj dunjaje. Dhe u tërhoq pra nga shpagimi për damin që i kish ndodh. A ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dha dhe një urdhër. Do të thotë se në mesin e plaçkës së luftës që u shpërnda ishin edhe femrat të cilat ishin në zonë jesire, pra robresha të luftës. Dhe ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikuj tha dile thirr në për njerëz që la tuta'ul hubla hatta tada wala ghayra dhati hamlin hatta tahida haida. Tha mos gabon domthon dikush me pas marrëdhënie me një grua shtatzën deri ta lind fëmijën e saj, dhe mos gabon dikush me pas marrëdhënie me një grua që është me menstruacione derisa ose me një grua që s'ka pas që nuk është shtatzën derisa t'i vjen ajo far hajzi i parë.
Pse e bani kët? Që mos me leju do thot mo përzi fara e njerëzve. Sepse ato shka nuk janë shtatzan, nëse bën dikush gjatë asaj kohë marrëdhënie me femrën e tillë, pastaj ajo s'mundet me ditë do thot me kënë ka atë fëmijë. A ka pas me burrin e vet që është mushrik, apo me kët muslimanin. E kur të vjen koha e hajzit, atëherë dihet. Nëse ka hajz, ajo pastrohet, e pastaj domethën dihet që s'është shtatzan. Po nëse nuk I vjen hajzi, atë janë shëja domethën që mundet me qenë shtatzan. Tregon Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, thot në ditët do thot kur luftën e Hunenit që kena pas, ato robresha që na patën taku, disa prej muslimanëve thot ngurrun që me pas marrëdhënie me to. Do të çysh u shpërndajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot disa nguroheshin duke pas parasysh që ato hala burrat I kanë gjallë. E dishin që burrat e tyre me hala janë gjallë. Edhe nguroheshin do thot që me ju afru atyre. Derisa zbriti Allah azza wa jall ajetin kuranor, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dhe do thotë që ndalohen juve gratë e martuara përveç ato të cilat I keni do thotë nën pushtetin e juaj. I keni nën pushtetin e juaj, pra gratë që I keni marr robresha. Dhe kështu që do thotë sahabëve ju bë e qartë se femnat të cilat nuk janë në kohën e idetit, ju lejohet pra me pas do thotë marrëdhënie me to nëse I kanë robresha. Atë ditë pastaj ndodhe një ngjarje e madhe shumë. Një ngjarje e rëndë edhe e madhe shumë. Po që ka la shumë mësime për musliman. Duke nda, tregon Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ty e shpërndat pasurinë e plaçkës së Hunenit. Bilali thot I shkoj ke për mas me e kish kap një boshë, me thonë kështu, edhe në to argjend. Apo e thëmë mirë ka argjendin ju jep ke musliman. E mirë ke ju jep ke musliman. Dhe vjen thot një person e këshyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe I thot ja Muhammed i'dil. O Muhammed banu I drejt. Tregohu I drejt. Ky person e kish emrin Hurqus ibn Zuhair as-Sa'di. Hurqus ibn Zuhair as-Sa'di. Edhe nofkën çush e ka njoft e ka pas Dhul Khuwaisirati at-Tamimi. Dhul Khuwaisira at-Tamimi. Dhe vjen ja thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këto fjalë trona. Ja Muhammed, fillimisht do të çush pi drejtohet. Pi ka përmer ti drejten të dërguarit të Allahut me ju drejtu namën. Allah azza wa jall e ka përmend këtë në surën Hujurat që s'ju lejohet muslimanëve me ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në emër. Ose e thirr do thot me epitetin e respektit ose Rasulullah ose Nabiyullah. Ama jo, ja Muhammed. As jahudit kështu s'ju kanë drejtu. Jënë mënu pak me respektu, I kanë thënë ja Abul Qasim, o Abu Qasim. Të arabt kjo llogarit do thotë si formë e respektit. E ky po vjen pi thot ja Muhammed i'dil. O Muhammed tregoj drejt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngritet të thot I përgjigjet, thot wejlek, mirë për ty. Wa man ya'dilu idh lam akun a'dil. E kush ka me kallëzu drejtësi nëse unë e stregoj drejtësi? Laqad khibta wa khasirta in lam a'dil. Thot je shkatru edhe ke dështu nëse unë e stregoj drejtësi. Kjo është fjalë e madhe shumë. Fillimisht do thot nëse Rasulullahi, mesazhi I Allahut në tokë, zëdhënsi Allahut në tokë, I cili po ja u përcjell shpalljen njerëzve, s'po tregon drejtësi, kush ka me tregu tjetër drejtësi? Thot, ai që ish më I devotshëm I njerëzve, ai që a kish frikën më shumë ti për njerëzve Allahut azza wa jall, s'po tregoj ka drejtësia. E kush ka me tregu drejtësi? Tia.
Dhe i tha, khibte wa khasirt. Nëse unë së të regoj drejtësi, ti do të thotë je i humbur dhe i shkatruar. Para më nëse kur mos ti shkoni drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë rast çaj kish ndodh atij. Do thotë si shprit me kalu 2-3 sekonda vetë se i kish rani shpat në kry. Dhe gatishmëria domethënë veç ish qashtu se u qumë më njëherë Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu dhe i tha ja Rasulullah da'ni aqtul hadha al-munafiq. Tha lam ta vras këtë munafik. Do thotë gatishmëria e sahabëve ish më njëherë. Ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i drejt i tha ma'adhallah. Ma'adhallah, që them të na mazallah. Ma'adhallah, Allahu na rujt. An yatahaddath an-nas anni aqtulu ashabi. Allahu na rujt tha që njerëzit më fol pastaj se un po i vras shokët e mi. Sepse njerëzit do thotë që s'janë aty prezent, ata tani nuk e din detajet çka ndodhi. Veç del fjala, Muhamedi pi vran shokët e vet. Muhamedi pi vraj ka shokët e vet. Keni shokë vet, veç ja dhani këshill, veç kur i ra shpata në kry. Çështu pastaj njerëzit e paraqesin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë për me rujt këtë realitet, do të drejtësisë islame, fa ma'adallah. Pastaj vazhdoi tha inna hadha wa ashabahu yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minhu kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Sepse ky i cili më doan veç i tha këtë fjalë, i niti fjalët e para të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe filloi mu largu tash, po ecte ani. I lirë, si ndodhi kur gjë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha sepse ky dhe shokët e tij tha e lexojnë Kur'anin i cili nuk ja u kalon do thot fytin. Nuk ja u kalon fytin, se u kalon gjuhën. E kanë veç lexim mekanik. S'marrin mësime prej Kur'anit. Nuk ju depërton zemër Kur'ani, nuk ju del në dur Kur'ani që me punu si pas ti. Yamruquna minhu kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya. Tha rrshqasin domethën pe fes, sikurse çysh rrshqet shigjeta anë përtej gjahut. E me një transmetim tjetër i jep disa detaje që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, ku thot i thot la da'uhu thot jo lana fa innahu sayakunu lahu shi'atun yata'ammaquna fi ad-din, sepse thot ky kam i pas do pasues të cilët e teprojnë fe, hyn detaje që shariati si ka shtin fe. Nuk i ka shtin detaje. Edhe për këtë cilën grup është të fol? Për grupin e Khawarijve. Edhe këtë realitet e gjojmë, e kemi, do thot, atëherë kur ka dalë ky grup, edhe sot e gjojmë. I hin vlla do detajeve që shariati nuk i ka përmend hiç. Edhe gjojmë kime që thënë në vo, që i ka ardhë Abdullah ibn Omerit, një person i këtil, edhe i ka thënë çfarë dispozite ka me myt një mickoja, lejohet as lejohet, me myt mickoja. A e këqyr, thot, ti thot po m'pyesish mu për gjakun e mickojes, kurse vetë ju do më thënë, i keni vra shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot, ai e she përsa në bazike të fes, as mërzitët për to që bën shkelje të rënda, edhe intereson diku me një detaj i hollësishëm i fes, a ban që kjo as ban. O t'i vlla ti bazat si ki kërku. Yata'ammaquna fi ad-din, do që kjo është, i hyn detaje që shariati si ka obligu, shariati si ka përmend. Edhe këtë e shet do thot si fat të gjitha grupet e ideologjive të bidatit. I shet për shembull shkojnë folin për mesele që s'ka ndodh kur. Kur s'ka ndodh? Para do thot tash me llogarit para 1000 vjetë u çu dikush ka fol ka do të më kthy ai i cili falet me një segjade fluturuese. Segjade fluturuese.
Ku ka pas sejdë fluturuese atëherë? Ka do të më falë që falet sejdë fluturuese. E pastaj do mesele, do detaje, do më thënë që mesele që s'ka ndodhë kur. E shariati nuk i lavdron gjanat e tilla. Nuk e lavdron që njëri do thotë mi prek gjanat që hala s'ka ndodhë. Nuk rrihen ato tema. Po, i shete grupet e bidatit, kapin e që si sene. Pastaj vjen dikush ma vonë në gjenatë, ma vonë me thotë, po a ki pa filan alimi i ka ditë senet hala para se me ndodhë. Pa me po se veç a i pas ka ditë, ata tjerë si kanë ditë, bodale në kanë. Pa ata tjerë që në rujtë se shariati ja u kanë ndalu. Me hynë gjane që hala s'ka ndodhë. Kër i kanë thënë, dhe thëtë, Omerit radiallahu ta'ala anhu, kanë që i kanë thënë, ara ejte in hadethe këdha vë këdha, qka me ndonë nëse ndodhë kështu. Ka thënë, këta ara ejte, ka thënë, kap në qënë në shpijat e juja, mësë më hajde me këto sene këtu. Atë ka ndodhë jo, qa po pytë pra? Kur të ndodhë, hajde pytë. E jo, ara ejte in hadethe këdha, jo që Omeri radiallahu ta'ala, po pej shumë sahabë transmetohet do thotë që janë sjell vrasht me ata që kanë bërë si pyetje. Çka nëse? Çka nëse? Kur të ndodh tani hajde pyetje, çka nëse? Dhe thot yata'ammaquna fi ad-din hatta yakhruju minhu. Çaq shumë do thotë i hyn fellutave në meselë që shariati si ka përcaktuar hiç, domethënë si ka përmend hiç, i tjerrin gjonat, thot deri sa të vinë në atë pikën që dalin pe dinit. Çuçi bën kjo? Kur të tjerë njëri shumë tani këputët fija. Do thot kur ti ja nisish të pyet po çë ky detaj, tani ngarkon vetveten. Sikurse që kanë bë jehudit, kjo është sifata e jehudive. Edhe i bidatxive dhe jehudive, se e kanë atëfar përputhën domthonë menhexhin e tyre. Jehudit, Allah azza wa jalla ka thënë nëpërmjet Musës, therrnë një lop nëse doni me ditë se kush është kriminali. Lop. Me therrnë një lop me ditë kush është kriminali. Hajde të bëjnë ai gare pak. E çfarë lope do të më kon ajo? Allah azza wa jalla ja ka shtrëngu pak. Do të më kon lop çokollot. Jo lop që rrin nahar, po lop çokollot. Lop çokollot. Po e çfarë ngjyre do të më pas ajo? Ja u ka shtërngu hala. Po çfarë kështu? Ja u ka shtërngu hala. Ja ka pru deri në atë pikën që 40 vjet s'e kanë gjetë çat lop. 40 vjet s'e kanë gjetë çat lop. Derisa kanë ardhur deri në atë pikën gati kanë ty deviju komplet prej dinit tënve, a mërshita mi zbrit hidhrimi Allahut azza wa jall. Do thot, njeriu s'ban me bë mi tjerë sa në çë, në fe. Në alët e ata kufit që shariati ka përcaktuar. E jo domethënë mi tjerë, po kjo se ja shtengon vetit shumë, a të vjen në farë mesele që ty e tjerë të bëhet haram diçka. Do tani valla haram, po sun pëmoj tash, mu bë haram. Sun pëmoj, pa një shka pyetje. E tash masi sun pëmojsh, bish në haram. E kur të bish në haram, shkatërrohesh mos ne. Ose të obligohet diçka, çka se ki pas obligim. Sikur më them që do thotë në një prej netëve të Ramazanit s'ka dalë në xhami. Nesër më ju ka thënë, thot zdula që mos më ju bë obligim ky namaz. Se po u bë obligim do thot namazit të ravive, tani ka mundësi se një rrini gati. E tani obligimi çu shlihet? S'lihet obligimi. Do thot njeriu s'duhet me hy fallutave çka shariati i kalon hapësir. Thot yakhrujuna minhu kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyya, dalin pej fes sikurse ç'shdel shigjeta anë përtej gjahut. Yanzuru fi an-nasli fala yujadu shay. Kur gjuna shigjetën e shpon gjahun anë përtej, edhe ta shkon e merr shigjetën me këshir, thot ja këshir majën nuk sheh kur fargjurme. Thot thumma fil qadhi fala yujadu shay. Ja këshir atë far thuprën e shigjetës, nuk sheh kur gjë. Thumma fil fuqi fala yujadu shay. Pastaj në atë pjesën e fundit që është e pengla në shigjet që lihet, edhe që aty e këshir, nuk sheh sen. Thot sabaqa al-farth wa ad-dam. Thot nuk mbet as një gjurmë as e gjakut, as diçka e
do thot mishit ose zorëve të gjahut që e gjun. Pra çështo është shembulli i këtynve. Hin fe edhe dalin pe fes, kur të këqyre mas nej, sen si ju ka met pe dinit. Hiç sen. Rot një që more me që gjitha amyta që të gjah ajo. Po, ku myt, po, s'ka shenja kur gjah. Edhe ky, kur del pe dinit e këqysh, more thosh që ky jau kur neher muslimana. O që ky gjaj që thoshin falet natën, e agjerën ditën, e ullë shikimin një seson, se lexon Kurane. O që ky? Po që ky është. Por asë një shenjë si pas kamet, asë një shenjë si kamet. E ky do thot është, i referohet grupit të bidatxhive, përkatësisht xhavaritxhve. Përkatësisht xhavaritxhve të cilët dihet do thot për shtrëngimet që ja kanë bë fes, për një mëkat të madh kanë qit njërin do thot prej dinit. Sa që do thot për atyre xhavaritxhve modern na ka rënë me një do thot një rast që është shumë rast i parësyshëm edhe njëri habitit që shko mund si më dikush me menu kështë. Person nga radhet e xhavaritxhve ose këty xhamatit tekfiri që janë tash modern, diku në një prej trojeve shqiptare, punonjes në polici. Edhe sipas tyre, ai që punon në organe shtetërore, në shtetet e kufrit sipas tyre, do thot ai llogaritet murted, i dalën prej dinit. Tash ky vet xhavaritx po punon në polici. Çka po bën? Në sabah, kur po shkon në punë, për llogarit që ka dalë prej dinit. Kur po kthehet në mbrëmje në shtëpi, po hin, po merr gusull, edhe po thot shahadetin, edhe tani po falet. Allah subhanahu wa taala ka përmend në Kur'an, thot ثم آمنوا ثم إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا me të vërtetë ata të cilët kanë bë kufër, pastaj kanë bë iman, pastaj kanë rënë kufër apet, kanë bë iman, kanë rënë kufër. Mudhabdhabina baina dhalika. Do thotë janë në gjendje të paqëndrueshme, her anë her kënej. Ç'ka është domethënë shembulli i tyre? Para gjatë ditës qafir mbrëmje musliman, qafir musliman, vesh në fundjavë i bjen 2 ditë më kanë musliman rresht. Po kjo budallaki. Budallaki e rënë është kjo. Çka është domethënë ty ashtë tërngu vetës, edhe tani dalin përfundimi i tij pastaj është në kufër. Se s'u ban atë gjendje, thot, ja, pa thot ku, sa kthen Allahu, falu me herë shahadete, ai thot se po vazhdoj çështu të njëjtën, ndoshta inshallah në fund të jetës kur ta lë këtë punën tani bona musliman, edhe i vjen me lekë i vdekjes, hala pa jart pensioni. Do thot ky njeri që ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë ish i një ideologji e tillë. Çato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmeni që tha lese ky ka çështu pasues. E këtu nxjerrëm një argument tjetër shumë interesant. Se ky i tha të fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja drejtoi atë këshillën e parë, edhe ai nisi mu largu me ec. Kur i tha Omeri ata vras, i tha le më së vrit, se çka tha inna hadha wa ashabahu, sepse ky dhe shokët e tij lexojnë Kur'anin deri në fund. Këto fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i flet për ta. A i than prezencën e tij? Jo. Po i than në mungesën e tij. Që në atë shikimin e parë, çka duket? Duket se është gibet. Apo, se do më thënë, me përmend të meta të një vllaut musliman, se nësëm këto se bëni të këfir, me përmend të meta të një vllau musliman, jënë prezencën e ti, llogaritet gibet. Po tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu a bëri gibet? Jo. Edhe pe këtij hadithit merret argumenti do thotë që e kanë praktikuar ulemaja të ehlu sunetit që për bidatxhit s'ka gibet. Do thot, kur i përmend bidatët e tyre, kur i përmend devijimet e tyre, nuk ka gibet. Se ulema këto rregulla si kanë qitë pe vetës tyre, pe kajtës tyre. Pe kanë marrë pe rregullave edhe rasteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu, pejgamberi foli për ta.
jo në prezencën e tij. Dhe ju bë me dije muslimanëve që njerëzit e tillë, të cilët do thot i bëjnë mëkatet e mëdha haptazi, dhe njerëzit që ndjekin grupet dhe promovojnë grupet e bidatit, për ta nuk ka gibet. Se gibeti është kur flet për një sen atin që ati si pëlqen, apo? To shoj që bën mëkatin haptazi. Apo kallzon që pi pëlqen as pi pëlqen. Ai tuk se bën haptazi, ai ka rrafsh, spianin, domethënë kur gjë ati pi pëlqen mëkati që bën. Dhe për ato, ajo nuk llogaritet gibet. Një rast i tillë, pe të njëjtit njeri, ndodh edhe një rast tjetër. E transmeton Ebu Said Khudriu në një rast tjetër kur Aliu radiallahu ta'ala anhu në një prej misioneve që a kishte dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kthehet pe Yemenit në vitin e 9 të hijretit, ja sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një sasi të madhe të arit. Edhe merr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ndan çat ari dhe vjen një njëjti person ja thot njëjtat fjalë. Sot tregoi drejt ja Rasulullah. Do thot se dha ty Ebu Said Khudriu përmend thot, ky ka qenë Dhul Khuwaisirati Tamimi. Pra është fjala për të njëjtin person. Do thot që xhavarishtë ideologjia aty në është e poshtër edhe ideologji shkatruese. Edhe është trashëgu kjo, domethënë sa herë ka xhavarishtë në ummet, ishe që kapën çështu domethënë mas prisave zakonisht, mas prisave. Sikurse ky që ka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kapën mas prisave. Dhe zot është interesant se çysh vlla nuk merren me veten e tyre, po gjuhën të prisi. Kur ta ka dhënë ty Allah azza wa jall obligimin që ti më qenë monitorues i prisit? Kur ta ka dhënë obligimin ty që ti më qenë monitorues i prisit, aty e këqyr e boni çeta, se boni çeta, pse e boni kështu, edhe tani nisi ja fol për prisin, domethënë thosë ti ai far monitorues i prisit, e çaj të dheq ty. Çaj tamam dinin ton, tamam fen tënde. Edhe ky rrin, ja, e ka bë gabim, ka bë çtu gabim, këtë ka bë gabim, po pse si kshu vllai ti gabimet e tua? A përdin që Allah azza wa jall ty s'ka më të pyet për këta. Nuk ka më të pyet ty a u tregui drejt prisi as u tregui drejt. A boni mirë që ta se boni mirë. A boni lëshime a boni gabime. S'ka më të pyet ty Allah azza wa jall. Do thot e kjo nuk e përjashton atjetën që tash prisi, do thot me qenë sikurse ligjvënësi suprem që ato se prekin as mëkatet as kurrë dhe ai s'ka nevojë të këshillohet. Jo. Ama i ka këshilltar të vet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pas sahabët që i ka pas afër me të cilët është këshillu. Çashtu prisat musliman. Do thot prisi i cili e ka merituar çat post për shkak të cilësive që Allah azza wa jall ja ka dhënë. Sot ai nuk është një njeri katonar, një padishëm që ka ardhur çat post dhe tash pe ja fut, po merr vendime pa lidhje pe. Nëse ka devotshmëri, ka dije, tëraj ka tutën ndaj Allahut azza wa jall. Edhe vendimet që i merr edhe ato kanë mbështetje në urtësinë e tij dhe në argumente sheriatike. Nuk është çashtu që ka bë pa lidhje. Andaj, duhet me pas kujdes që njëri mos me arrit të sifati i xhavarixhve që mi u bë prisi sikur therrën kom. Ka të cilët, valla që të se boni mirë, valla që tu se pat mirë, valla që të... Allah, merë ti me punët e tua, ai e ka, domethënë, e ka rrethin me cilin këshillohet. Prandaj, kjo është një pëmësie që nxirret pej kësaj ngjarjes së këtij xhavarixhi që u drejtuar në sjellje të tillë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atë ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ardhe një befasi e këndshme. Ato ditë i ardhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një befasi e këndshme. Tregon
Ebu Tufejli radhiyallahu ta'ala anhu, i cili do thot në atë kohë ka qenë fëmijë, thot ju më kanë fëmijë i vogël e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ish gatu ushqim domethënë atë ditë, apo sa më shkon t'ja da mishin njerëzve, dhe thot e pash një gru të vjetër, plak e moshume, erdh ka daldale te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një gru që u shike se është gru e shkretinës. Nuk është banore e Mekës, po një gru e shkretinës. Erdh ka daldale te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot si e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më një herë i ndryshoi fytyra. Më një herë e kapi një farlloj gëzimi, një farlloj ndjenje lumturie. Edhe nxori më një herë atë farë ridanë vet dhe i jashtroi për mu ul. E kapi gjybën, i jashtroi për mu ul. Tash ky Ebu Tufejli ka qenë i ri edhe se ka njoft. E ka pyet dikon afër, ka thënë, "Men hadhi, kush është kjo?" Që ton këtë respekt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me paska. Dhe përgjigja ish shumë interesante e mallëngjyse. Tha hadhihi ummuhu allati arda'athu. Tha kjo është nana që i ka dhënë gji. Ish Halimetu Sa'dija, që ish bo muslimane. Tash frikë vën. Nana që i ka dhënë gji. Ajo ka qenë, do thot, ka qenë një person i veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto është një mësim madhështor o vllazni. Se Allah azza wa jall nuk e kqyr lidhjet e gjakut. Nanën pe gjakut që e ka lind Resulullahin ja mor në kufër. Jo musliman. Nana e cila i dha gji ja mundsoi më bë musliman. Aty është veç urtësia Allahut azza wa jall, pse i ka bë këtë gjë? Është urtësia e tij. Ama për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ajo kishte rëndësi të madhe, se nanën biologjike nuk arriti me e përjetu me urrit me ta, po edhe i vdiq në kufër. Ndërsa nanën e qumshtit, Allah azza wa jall ja bëni dhurat muslimane. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të kish dashuri të madhe për ta dhe kish respekt të madh, domethënë për Halime Sa'dijen radhiyallahu ta'ala anha. Edhe një ngjarje domethënë që është e patjetërsueshme me përmend, se lidhet domethënë ngushtë me ndarjen e plaçkës. A ditë para përmendur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ndau plaçkën, pra bënin një ndarje të çuditshme. Bënin një ndarje të çuditshme, e cila edhe kjo është mësim pra për çdo musliman që prisi kur të merr vendime nuk do të thotë që krejtëve më ju përshtat. Ka njëherë mirën do vendime të cilat dikuna i shkojnë për shtati, dikuna si shkojnë për shtati. Edhe muslimani veç do të me thënë sam'an wa ta'atan. E dëgjojmë dhe i nënshtrohemi. Edhe a ditë pejgamberi nëse ty domon nuk të bjen mirë. Pejgamberi alayhis salam a ditë çka bani? Do të me këqyr me sytë e dove plot shka jetojmë ditë sodit, me bot dikush një gjë të tillë, kena me përfundu si kurse çaj xhavarixhi më thën, Allah për ç'tja ka fut që tu që ky prisi shkoi të ju dha aty në pasanikava, se sigurisht ka dhënë se ka në fal interesit e ta. Ata në pasanika, ata parit e Mekës, kanë parë, kanë pushtet, si me thënë politikanëve më u dhanë. Shkoi të ja u dajti pasonin, këtë plashkën e luftës, çatynve ja u dha. Qështu shumë musliman në thojza në sodit kishin me e këqyr këtë ngjarje. Bani shumë padrejtësi, valla që pris. Shumë padrejtësi bani. Kështu që Allah azza wa jall neve s'na ka bën çat kose, ju kishëm bashkangjit çati far Dhul Khuwaisras bashkë me to kishëm thënë pa, ki bë padrejtësi ja Rasulullah. Asi ja Rasulullah s'na kish dalë ndoshta. Po alhamdulillah që na ka bën çet kohë, na ka udhëzu.
Dhe e përmendum, pra ju dha krejt aty në parive të Mekës, sa kënë 10 veta, sa kënë që i ra, do më thënë, biliona euro mi hargju të këta. Pastaj 40 atina, 30 këtina, 50 atina deve, edhe u hargjun devet, u hargju pasunia, edhe meti një kategori, një grupi njerëzve, që thënë të na me gishta ngoj vesh të këqyrë. Ensart, kush ensart, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u nis me ta prej Medines, me arë me çliru Mekën, edhe me vazhdu, do të gjitha këto çlirime që ka u bën me sebepin e ensarve. Ensarët ishin sebepi. Kur pejgamberi sa meti ngusht te betejë Hunenit, edhe ata muslimanë të rit Mekës këtë ja mërthyn me ik, kush janë ndihmë? Muhaxhirët e ensart. Këni thiri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që i tha Abbasit dil thirr çështu, këni thiri, ensart i thiri, edhe u tubun, erdhen, i mbajtën rreshtat e ushtrisë, nuk e lanë armikun me përparu, erdhi fitoria. Edhe bashkë aty në ensarve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si dha as një deve, as njëri hiç, as dele, as kërgjë hiç si dha. A është që pa drejtësi? Me këqytë sytë e tënë pa drejtësi është. Ama i thuhet prisit që ki bë pa drejtësi pse ty s'pas ka dhënë. Nuk i thuhet, sa e ka bë me një urtësi këta. Pa tash, do thot, ja nisen edhe do musliman të ensarve që ka ishin të vonshëm, që pranun islamin vonë, ja nisen mi omet hatri. Një pakic, ja nisen mi omet hatri. Edhe ja nisen të i thënë, do thot, fjallë, atin me zveti, yaghfirullahu li rasulillah, yu'ti Qurayshin wa yatrukuna, wa suyufuna taqturu min dimaihim. Tha Allah e falë të Resulullahin. Për jep Qurayshve, e neve në kalan, ndërsa shpata tona hala rrjedhin gjak pej gjakut tënve. Sa kena luftu me ta, qëta shfrik. Na u bom sebepi çlirimit, për jep atyre ne për Allah. Ama çka? Në formë, do thot, në një farë forme të zbutur. Allah e falë të Resulullahin. Disa tjerë thanë, idha kanët i shiddetu fe nahnu nud'a, wa tu'ta al-ghanaimu ghayrana, kur po është puna keq, neve po na thirrën. Na po thirrëm, o ansar, hajdi. E tash, ato plaçkën e luftës ju jipet tjetër kuna, do tjerë fjalë, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Pejgamberi alayhis salam tash u bashku me popullin e vetëm. Do far fjalë se ama jo pej sahabeve që ishin herët në islam. Po pej do që vëne kishin pranu islamin, që hala do më hënë imanis kishin zemrët e tënve. E kujdin këtë fjalë Sa'd ibn Ubada, qohët e shkën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe takon, thot ja Rasulallah, إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. O dërguari i Allahut, një grup i ansarve ju ka met hatri për këtë që ka bërë, do thot me këtë plaçkën e luftës. فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب. Ju dha, do thot, popullit tonë, ndajte atë në popullin e tonë, edhe do thot atë në vefar fisëve arabe ju dha shumë, me bollak ju dha. Walam yaku fi hadha al-hayy min al-ansar minha shay, ndërsa që të në ansarve si ju dha kur gjë. Thash përdojsh, do më thënë pak, hajtë, sikur të kish pas pak, hajtë, pejgamberi ka desh s'pas ka shumë, t'ja jap me kazve. Ama aty kish shumë, çtu qëndrën sprova vllazni. Kish shumë, 100 ati, 100 ati, 100 ati, 100 ati, 50, 40, 30, ati një kopet dele, një beduinit kërkuna heq. Nësar, bile, se la aty në 50, 50, 50, edhe nësarve ka pak. Të thot, qështu është sprova. Dhe, fillimisht për duhet të që kjo pjesa, Sa'd ibn Ubada që ka bani. Unë u qu, shkoj të regoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka pëndodhë të nësart. A bani bartje fjallësh Sa'd ibn Ubada me këtë veprim. Çka po bën? Do thon ato fjalë që ka pifolin musliman, po shkon të tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në
pamjen e jashtme, po, kjo ku ka bartje fjallësh. A qëndroj kjo qështu realiteti? Jo. Se ti shkon bartje fjallësh, e kështu kadar. Nale veç pak. Përkon një të folë për ensart. Kanë folë diçka keq, apo? Po. S'po du mini, mos e bën bartës fjallësh. Se kjo është haram, është mëkat i madh, s'ban me bajt fjallë. A mos i tha ashtu. Pse? Sepse nëse ka një problematik me një shoqëri, kush është ai që duhet me ne çat problematik? Kush është ai që duhet më marrë me ata njerëz? Prisi. Ço dohen prisi politik, ço prisi fetar. Prisi duhet më marrë me çata problematika. Jo dikush tjetër për jashtë. As njerëzit vetë s'u zgjidhin, se problemi është mesin e tënve. E prisi duhet me zgjidh. Do thotë, ato që ka shkojnë, si këto raste plot tjera do thotë që kanë ndodhur këtilla. Ato që ka shkojnë te prisi. Bës çot dikush me menën e vetë me gjyku, kjo është bartje fjallësh. Kush i ti që pe gjykon kështu? Do thotë, ku e ke argumentin? Po asosh është bartja, është, po a jeti faralimi që me gjykua, çka je? Ti ruja vetveten mos baj fjalë. Ndërsa mësimet merri pe atij që është kompetent. Dhe çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sa'dit, i tha fa ayna anta min zalika ya Sa'du. Po tha ti që shpëndihesh pe kësaj o Sa'd. Tha ja Rasulullah, ma ana illa mru'un min qawmi. Tha i dërguari Allah, tha një njeri thjesht prej popullit tam. Unë jam pjesë e këtij popullit. Do thotë, i ka i hallet e tënve. I tha fejba ali qawmek. Tha të boj njerëzit e tu. Të boj e nësart. Dhe u të bu në nësart, i tha ja Rasulallah, qad ijtama aleka hadha al-hayy min al-ansar, i kena të bu gjithë nësart me një ven. A ty s'mori pjesë këtë kushtjetër përveç ansar. Shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ju foli ansar. Një do të thotë takim shumë përmallues dhe mallëngjyes për vetë ansart. Pi fol Resulullah sallallahu alaihi wasallam për një anketë që ata pasën ndaj tij. E ata janë të vdek për çet Resulullah. Ai tha ja ma'shar al-ansar, o ju ansar, ma qalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Tha çka është një farfjalë, do fjalë që më kanë rri pe jush. Një hatërmbetje që e keni ndaj meje. Alam atikum dullalan fahadakumullah. Askum ardh one dhe ju kum gjithë të pa udhëzuar, edhe Allah ju ka udhëzuar nëpërmjet meje. Wa mutafarriqin fa allafakumullah, edhe të ndar, të përçar, Allahu ju ka bashkuar nëpërmjet meje. Wa alatan fa aghnakumullahu bi, edhe të varfër, Allahu ju pasuroi nëpërmjet meje. Që renditjen. Dhe shtimi ju kallëzuan sarve që jeni të fol për një plaçk dunjas pasuri. As ku mardhun e jeni kënë devijim komplet edhe Allah Azza wa Jall ju ka udhëzuar nëpërmjet meje. Ju jeni të folë për pasuri. Ku është puna e udhëzimit? Pastaj ishit të përçar, e Allahu ju bashkoi nëpërmjet meje. Thot, kur ka përçarje në popull, pasunia s'dvyn o vlla, se ka, domethënë brenda përçarjes ka probleme, mundet me pas vrasje, mundet me pas zakonisht pasuria harxhohet për me marrë sigurinë në vend. Këto dy të para që ja përmendën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishin mbi pasurinë, ishin mbi këtë çka këtyn vejumeti hatri. Jo përkujtoi, këshilloi ansart. Jo përkujtoi që ndalni pak. Mendoni pak. E ata i thanë balillahu wa rasuluhu amannu wa afdalu. Thanë po, përkundrazi Allahu dhe i dërguari i tij janë ata që duhet neve më na e përmend të mirën. Ata që kanë his, domethënë hak ndaj nesh. I tha ala tujibunani ya ma'shar al-ansar. Tha pse s'po përgjigjni, pse s'po folni o ansar? Se shujshin. Tha pse s'po folni o ansar? Tash a keni një argumente, a diçka me fol për këtë gjendje?
I thanë, bimadha nujibuka ya Rasulullah. E çka kena më thënë ty o i dërguari i Allahut? Kush jemi na që ty më të folë o i dërguari i Allahut? Kjo është çësia e atij të padishmit ndaj të dishmit. Do thot, është çesharake shumë kur muslimani kapet për senë dynjas, për budallakina dynjas, me një vëlla musliman me cilin e bashkon dini i Allahut azza wa jall. Ose kapet me dikon që ja shpjegon fenë, ta mëson fenë. Ti për merë fenë për tina dhe për kapësh për senë të dënjas. Qëfar fikë është ky? I thonë, qëka më të përgjishë ty, ja Rasulallah? Tha, walillahi, wali rasulihi il-mennu wal-fadl. Për deri sa Allahu të dërguar, ti takon ajo që më na i përmend të mirat edhe do të ata kanë hak ndaj nesh. Çka më thon tash na? Hajt me laje udhëzimin veç bena pasurina, çka më thon? Hën peshojmë që kena gabu. Pastaj vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju tha, ama wallahi law shi'tum laqultum la sadaqtum wa saddiqtum. Tha pasha Allahun, si kur të kishit dasht me i thënë që të fjalë, s'kish pas kërkush me i thënë që se kini mirë. Atejtana mukadhaban fa saddaqnak. Ja Rasulallah, ti erdhe të këne, i përgënjështruar për popullit tonë, e na të besum. Wa makhdhulan fa nasarnak. Populli jot të lanë loq, e na të ndihmum. Wa taridan fa awaynak. Të dëbuar nga populli yt, e na të dham strehim. Wa ailan fa aghnaynak. Edhe erdhe i varfër, e na të pasurum. Do të ju tha ansarve që ju shumë letë kishit mujt mi përdor çdo sene, apo? Tash po dënë mi ja treku vlerën e ansarve që ju jeni të mirë. Keni rshit pak, keni gabu që aty kërë thot, ama jeni të mirë. Nuk jeni të poshtër. Se kishit mujt me thënë, po, që kjo arë me udhëzimin, veç të kur erdhe të na, populli jot s'besoj ke kërkush, na të besum. Ata të dëbun, na të pranum. Kishit mujt që të sene mi thënë, ama ju pe kuptoni ku është, dhe thot ajo farë, ku është vlera a madhe. Vlera a madhe qenë ka të udhëzimi, qenë ka të bashkimi që na ka bu Allah azza wa jall. Së është e këtë farcikrimet e dënjas. Edhe në fund, e përmbylli do të thot, me ca fjalë, ju tha, e wajidtum fi anfusikum ya ma'sharal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishi i drejt për drejt, me popullin Ansar, me vëllezërit e tij Ansar. Tha, e wajidtum fi anfusikum ya ma'sharal ansari fi lu'a'atin min ad-dunya تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. فوال صار ajo meti hatri për një plaçk të parëndësishme të dunjas, me cilën thonë e përdora që me u zbut zemrat, me u përfitu zemrat dë njerëzve që mu bë musliman, ndërsa juve tha ju lash, u mbështeta për ju tek islami juj. Dikush, nëse ka që të qëndrim ndaj teje, duhesh unë për veti, do thot shkoja puthi balli. Do thot se ai të paska anashkalu ty, për faktin se është ty të llogarit ty kogja musliman të avancuar, apo? Ai nuk është të menu që, valla, ti ja për këtina se kjo është i dopt, do thënë për ka dini se ka imanin e fort, e anis nështë me menu kesh në sen, e ti ja për këtina, ndërsa rrit me ty vazhdimisht. Do thotë është vlerë e madhe kur ai për ty ka mendim të mirë. Ai ka mendim të mirë për ty se ti je i avancuar në islam, edhe ty nuk të shkojnë në përmend, domethënë këto farsane që më të met hatri, më të shku menja për keq. Unë ka mendim të mirë për ty, po të llogarit që je musliman i mirë. Po që ato nështë po të lenë pak anash.
Tha afala tardawna ya ma'shara al-ansari an yadhhaba an-nasu bish-shahi wal-ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi fi rihalikum. Ja u thani fjalë që ja u këputi lëshkën e zemrës. I preki bashkë në lëshkë të zemrës. Tha, o ansar, as po doni ju me shku në shtëpitë e ju, as po doni që njerëzit e tjerë me shku në për shtëpitë e veta, me dele e me deve, e ju mu kthy në shtëpitë e juja me të dërguarin e Allahut? Shmenoni pak. Të thot, ju paramendoni çfarë vlerë keni, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'po shkon më në Mekë, po me juve po vjen në Medinë po kthehet. A s'është që pasurinë vetja që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po rrin me ju, po ju këshillon juve që aty drejt për drejt. Ai i Mekës ku ta ka një problem do të muçu prej Mekës 2 javë, 3 javë me udhëtu me deve me armë pyet ja Rasulullah çka i bie ç'është duhet çka mesele. Ti e kiç aty në rrojt. Mëngjese mbrëmje mund është me pa. Mëngjese mbrëmje nashta ta bën një dua për ty, nashta ta mëson një send mirë që ta shpëton dunjan e ahiretin. Do thot me pas tash ai përkthimi domethënë në kohën tonë të sodit. Me pas ti sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pas dikon që ta mëson sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk mbatet me kurgjat dunjas. Me kurgjat dunjas, as pasuri, as familja, as nënë e baba, as kur gjahit s'matët. Sa i po ta shpëton dunjan e ahiretit. Ja është e budallaki njeri, domethënë me shkun me menu gjana të tilla. Ti po kthehesh në shtëpi me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ata kthehen në shtëpitë e tënve me famën, me pasurinë, me dreshnillëkët e tënve. Ama ti po kthehesh me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është përkthimi i kësaj për kohën ku jetojmë ne sot. Fa walladhi nafsu Muhammedin bi yadihi laula al-hijratu lakuntum ra'an min al-ansar. Fa se pasha ata që kanë dorë shpirtin e Muhamedit, mos ti shkon hijreti, tha unë isha një, domethënë pjesë e ansarëve. Ama tash llogarit në muhaxhir, se kam bë hijret. Po mos ti shkon koncepti i hijretit, unë isha bë pjesë e ansarëve. Walau salaka an-nasu shi'ban wa salakat al-ansaru shi'ban la salaktu shi'ba al-ansar. Sikur njerëzit ta ndishnin në rrugë tjetër, e ansar tjetër, ato ne kisha ndjek rrugën e ansarëve. Al-ansaru shi'arun wan-nasu dithar. Fa ansart janë, me thërë kështu kushtimisht për përkthejme një farë përkthimi të përshtatshëm, ansart janë pijamat e njerëzit e tjerë janë teshat e sipërme. Çka i bën kjo? Ansart janë ata që janë ngjitën për trupin tan. Pijama është domethënë tesha e parë që e prek trupin, apo? Tani është kjo tesha për mi. Në kjo më larg. Ansart janë ata domethënë ndërmjetësit mes meja e njerëzve të tjerë. Ansart janë ata me të cilët unë rri. Unë për ditëshmërinë e kom me ta. Ndërsa njerëzit e tjerë janë pak më larg. A s'vlen që kjo për ju? A nuk vlen që kjo për ju ansar që unë me qenë ai i cili vazhdimisht rri me ju, ndërsa njerëzit e tjerë, domethënë kur të monën, unë takojnë, kur të monën, le të bëjnë çka dojnë. Tha Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna al-ansar. O Allah, mëshiroj ansart dhe bijtë e ansarve dhe bijtë e bijve të ansarve. Vetë që kjo gjitho nuk blehet me kërgja hiq për pasurive. 100 deve, 100.000 deve, 1 milion deve, hiç zvlen. Vetë që kjo doaja, e cila jo që i preki veç ansart, po bijtë e nipat të tërve. Vetë që kjo, kur gjo ma shumë. Edhe do thot, këto fjalë ju vishën ansarve si kër shigjeta në zemër. Një pas një, një pas një, një pas një. Sikur se ai fëmija që do thot gabon ndaj prindit vet, tani prindi ja përmend, o biri jam pas, as ta bëj as ta bi bukën, as ta bëj këto, as ta bëj këto, as ta bëj këto. Edhe e kupton që ka gabu. Edhe i thoshin radina bi rasulillahi qisman wa hadha. Na jemi të kënaqur me pas Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam hisë tonën. S'po dojna kërgja tjetër. Veç ai let jetë hisja jon. Këtë ansart, domthon e kishin hisë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
E kjo është një moment që kalon gjurmë të ensart, edhe është moment që lën gjurmë në historinë e muslimanëve. Edhe çdo kush është përballë kësaj. Çdo kush mundet me qenë në pozitën e ensarëve. Sa herë vjen puna me randesh suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe diçka tjetër për dunjas, kujtoje çta. Apo don me shkon më kthy në shtëpinë tonë me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo don më kthy me një far interesi për cilin peshkel sunetin. A interesi mund të më kon çmos, mund të më kon një vend i punës, mund të më kon një far pasurie, mund të më kon fama, mund të më kon një gru, çmos mund të më qenë interesi. Ama apo don më kthy në shtëpi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo po don më kthy me një interes të dunjas. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja sharoi ansarve pse e bani këtë punë. Gjatë fjalimit e përmendëm. Mi po edhe në disa transmetime tjera përmendet që ju tha inni u'ti qauman akhafu dhala'ahum wa jaza'ahum. Tha unë ju jap disa njerëzve për cilët kam frikë se mund me deviju edhe me ra domethënë lloj lajfitje. Për ato ju jap disave. Thot wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min al-khair wal-ghina. Ndërsa disa të tjerë thot i latë imani që ja u ka dhënë Allah azza wa jall, e krenaria që ja u ka dhënë zemër. Për ta kom mendim të mirë. Nuk është, këto duhet me pas me instalu muslimant në krye. Nuk trajtohet njëjtë ai i cili si vjet ja u bë musliman ose ka fillu namazin ose ka hyrë menhesh që duhet, me ato i cili me vite domethënë është e kupton sunetin, është namazli. Nuk barazohen këta njëjtë. Jo me menu po pse atina tasharisht ka ardhe në unë që sa jemi bashk me ato porin më shumë. Menu pak. Në fillim njerëzit me thonë kështu kushtimisht i halit pak me qësi gjana për me i përfitu. Po tani dikur ku të kalon një kohë, të më thonë, s'ki hapsin të më halit, tani duhet më të rrath shuplak. Omeri që i ka thënë, dhe më thënë dy sahabive që kanë shku për një farë çështje, një farë problematike në mezeti që ka pas, i ka thënë, që kini bre ju? A di që sa vjeti kini ju në islam? Thënë me juve, do thëtë, nuk duhet musjall tash si kurse me fëmit, si kurse në fillim të islamit që një kanë. Hez kap kryni këto punë vetë, mos u merrni me kësi zanë ka fëmish. Andaj do më thënë, duhet me pas këtë realitet. E ka thënë, minhum Amr ibn Taghlib, ka qenë një person aty, të cilin pejgamberi ka përmend me emër. Disave nuk ju jap i la anash, sepse kam bindje që ata kanë iman edhe do thotë iman të fuqishëm në zemër, për ty ka thënë është Amr ibn Taghlibi, e Amr ibn Taghlibi që u kanë në çat mes ka thënë ma uhibbu an li bi kalimati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humra an-ni'am. Në kur thotë se kisha ndrut edhe devet më të mira mi pas, nuk i kisha ndru me çet fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose kjo është dëshmi për to që ky ka iman. Edhe transmetimi i fundit që përmendëm për sonte që referohet me këtë ngjarje, kur ja usharoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë këtë gjendje atënve, i tha أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس. Tha pasha ato që e kanë dorë shpirtin e Muhamedit, Gjuajl ibn Suraqa, thot është më i mirë se sa komplet tokën me bush me Uyeyna ibn Hisna e Aqra ibn Habisa. Në që ti në Uyeyna ibn Hisna që edhe një qenë, ati Aqra ibn Habis një qenë, se këndohen pari e Mekës, e në mesin e banorëve të ensarve ishtë një sahabi quajtur Gjuajl ibn Suraqa, radiyallahu ta'ala anhu. E ky çka ish? Pse e përmeni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do në këtë rast? Ky është me muslimanëve të hershëm. Herët e kishte pranuar Islamin. Ama ka qenë pej të varfërve, do në Medinë. Pe njerëz të ngratë, të shkret, edhe në betejën e Banu Quraidhas e ka është plagos në fytyrë, i ka ra syni, domethënë është çarru.
leqe u qërru domethënë këtë betejë, edhe u këni varfër, ama ka qenë njeri, do thot, kështu fizikisht, i shtremte, i shëmtuar në fytyrë, gjitha domethënë sifatet e shëmtisë i ka pas. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdruar mesin. Thot që ky cilin ju ndoshta ose njerëzit zakonisht e nënçmojnë, i çama këtij varfanjakë, as me sy sun e shohish, që ky i cili nënçmohet te njerëzit, thot është më i mirë se sa komplet toka më mbush me filanë me fistekin që tash e kanë pranuar Islam. Nuk barazohet ai që ka pranuar Islamin moti dhe ai që ka pranuar tash. Prandaj, do thot kjo ish i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ku kishin pozitën ensar, tha walakinni ta'allaftuhum li yuslima wa wakaltu Ju'ayl ibn Suraqata ila islamihi. Mi po thonë aty më ju dhash që me përfitu zemrat më bo musliman, ndërsa Ju'ayl ibn Suraqan tha e mbështeta e lash te islami i tij. Në kisha mendim të mirë për islamin e tij, sa ati ndodh mi met hatri atina, se e llogaris për vëllezërve të mirë, ndodh që mi met hatri a me menu diçka keq, sepse është musliman i mirë. Andaj kjo është një gjë për të falendëruar kur dikush ka një konsiderat të tillë për ty. Kjo është një pjesë e ngjarjeve të ditës së ndarjes së plaçkës në ditën e Hunenit, e cila kishte një rëndësi të madhe shumë, prandaj nuk mujta me shkëlqit domethënë pjesën për pjesës, sepse u lidhshin me njëra tjetrën si hallkat e zinxhirit. E di që u zgjat pak, po shpresoj që kjo të na lej gjurmë në jetën tonë, të na jap mësime se çysh duhet ta reflektojmë islamin tonë në jetën tonë për me qenë pasues shëmbëltyr të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun azza wa jall që të na forcojë në sunetin e pejgamberit alayhis salam, duke lutur atë që të na marr shpirtin në islam dhe në sunetin e tij, dhe duke lutur atë që në botën tjetër të na ruaj nga dënimi dhe ndëshkimi e të na fusë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa atubu ila Allah.